Si ma kalove fundjavën? Se kam shumë kohë pa të parë, kam vetëm 6 orë pa të parë. E ti si kam qenë t'jabë, ja? Në kokën shpinës, në krevatë, grunk, ne, qunik, ne, unë në mes, unë knojë. Ma do nisha në kravat të më shifë në shpi. Në punë, mi mbrëma dhe përshëndetim, mi se vini sotë, qasu këtu në Agon Channel. Yes, këtu, në Agon, në emisionin, qasu. Bravo. Qasu. Si e kene luti? Mirë, faleminderit. Edhe unë pushim. E mbani më që ju kisha thënë, nesër avazi, nesër. Vjen Halla dhe ja Terezisin bashkë. Sot është momenti, po vetëm në ndishti, vetëm sot do të kuptoni se si në Shqipëri. Lumiku të vjetë që ka e kushdoj këtu i gjona do bon dhe pik maroj. Së është vërtet. Mi nderuar, për te saj, sot është 5 maj. 5 maj. Unë digje në luft, mi janë vra 3 njerëz mi, 2 ka gje me bali, 3 janë vra me partizanët. Që kemi qenë? Ne kodrat. Më falë, ju kodrat. Ju pas keni qenë deri në 90-ën, pas keni qenë të ndyrë. Pas në 90-ës që keni bo nona. Bravo, bravo. E djatë ati që 2 vlezër, njëri me ballin, tjetri partizan. Ai që ishte partizan e pushkatun se kishte një vlla me ballin, ky që ishte me ballin i dhan medalin se kishte një vlla partizan. Shumë bën punën Shqipëri. Kjo ka karrierë dhe historia mbi emrin kontra. Kjo ka qenë pak a shumë. Nese, mi nderuar e quam sot të Qongëm, Genën. Thellës dhe shqipojnë tokë. Gena? Gena? Gena, unë mund të ndëroj ushtara kishë gjusëmore për Genën. Genën, bravo. Digjeni pak. Punojësit e kryeqytetit presin plot gëzim dhe entuziazëm dalje në tribunë të sekretarit parë të Komitetit Qendror të Partisë, Shokut Enver Hoxha dhe udhëheqësve të tjerë të partisë dhe të shtetit. Si doli ki popull nga gjithë të mjerime? Ja, doli I fortës si Anteu, që thot mitologjia greke. Se I mbante këmbët mbi këtë tokë. Ke marrë pjesë luftë? Ka marrë. Sa vjeç je tani? 88. 88? Po. Kush ka qenë komandanti jot? Komandant ka qenë Bejo Asimi. Komandanti I përgjithshëm? I përgjithshëm? Enver Hoxha. Enver Hoxha? Vdekje fashizmit. Sa vjeç je? Nga të linja 29, 86 vjeç. Komandanti I përgjithshëm ka qenë Enver Hoxha, udhëheqës I lavdishëm I popullit shqiptar. Ju përshëndes me zjarr nga zemra gjithë juve. Komandanti I përgjithshëm është ai që këta e mohojnë, por Shqipëria do ta kërkojë për gjithë jetën Enver Hoxha. Ashtu si përmendet Skënderbeu, do përmendet Enver Hoxha. Dhe shef këtë, edhe kësaj kam bërim vjershu. Në kodrën e lartë, madhështor të ri, monumenti radhë, nëna Shqipëri. Më quhet Sulo Gradeci. Ka qenë komandanti Enver Hoxhës. Vdekje fashizmit. Liri popull. Pra na kemi ardhur sot këtu të respektojmë ata që luftuan e na lanë neve këto ditë. 8.2 me 3, 82. 82 vjeç. Enver Hoxha. 17 vjeç. Partizan. Mi madhe fare, komandi I përgjithshëm I luftës nacionale shqiptare është kolonel general Enver Hoxha. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Bravo. Faleminderit. Kam dashur shumë të vi më shpesh. Po thoni juve, çu bëre, pse s'erdhen parë.
Ke qenë partizan ti? Kom qenë dhe kom vdek 2 herë. Po si ke vdekur në gjallë që? Ja. Pse? Njerë jam plagosët në kokë, e njerë kom vdek për të stafti. Po mirë, më falë. Pas më gënalë, më Ndruan tapetin, ndruan bandën e qytetit, edhe rojet e nderit i ndruan. Siguri, ora ti, ora po është 5 maj, më Allah. Ore një gjaxhi veteran me lëpirse, ja mori i dhan një lëpirse tjetë. Një gjaxhi me një shkop tjetë, urdhë gjaxhi. Ska, Matericon. Gjaxhi, ma e pa këmbën ajer, lutem. Sa do të montojmë protezën tjetër, se vjen Berisha me lullin. O, draga gjithë, si ka mundësimër? Se për 28-29 nuk bëhemi do të bashkë. Po nuk bëhemi do të bashkë, ne. Për 1 prill, jo. Për 21 janar nuk bëhemi do të. Ne s'bëmi bashkë për fit në rimin non. Po dhe 5 maj më të Sa e festojnë në Trifenit, sa me 1 kam atje që e festojnë në 2. Që populli, ma dhe popull. Ne zihemi duke ngrënë baklava. Jemi mërë. Popull që zihet duke ngrënë baklava, jemi ne. Ja. Se se bërë revani, po e bërë baklava. Unë doja Kadaif, pirë punin sy. Po dale, mërë se ka nesër Kadaif. O që na gjeti, o zotë i malë që na gjeti. S'keni për t'u bërë kur që u bërë shilëmsh. Qëka, si ka mundësime për i dhe. Partizanët një hapë mbrapa, balistët një hapë për para. Jo, s'petëm duke ne ka. Më dhënë balist demokrat dhe balist të qëndrës. Balist socialist dhe balist. Komunist dhe komunistët. Madje ka dhe balist të pavarur. Bravo. Nese, gjithsesi, për të kujtuar të gjitha ta që dhanë jetën për këtë vënd. Kupton, jo vetëm gjatë luftës, po dhe pas 24-ës që kontribua, që me 10-ën e tyre tërgullohet disa gjëra, do të thras 2 vajza të bukura. Që si keni para asnjëherë, janë vajza të reja të bukura. Do kërcen për që është të thonë Ismail Qemalin. Më falë, unë ka vërëm një pyetje. Këto gocat, a mund t'i marrin partizane në qetë? Këtë nosën do t'a morin partizane. 30 gocat. Flonza. Bravo, vajza. Bravo, Flonza. Unë distancohem absolutisht nga dy kërcim. Distancohem, bukur. Goca, për veteranët e luftës e kështu këtë? E di që kishin bërë në operacionin e dimrit 23 që ta kishit kërcyre këtë në qetë? Dhe u pushkatoni ke bregu lumit. Atëherë, mi nderuar, duhet kaloj një moment tjetër të kthehem pak pas. Ditën e njëjtë transmetuam një kamera të fshehtë na erdhi nga një student, ashtu që kishte përballë një pedagogun e tij, profesor Petritin, mos gaboj, kishte emrin, i cili ishte pak taksambledhës. Dhe i tha, shto dhe një dhjeçkë, o tërbali, shto dhe një dhjeçkë, mos u bëj kaq kërnaç. Atëherë reagoi drejtoria arsimore e qytetit Sjerit, e qarkut Sjerit, për cilën unë e falenderoj dhe përshëndes. Diteni pak. Sono 5 minuti, Letizia prendendo questa stazione, Pietro da 2 e da Vedessi da 2. Do bisedoj, prapë se janë ta të drejtorisë aty. Tani sa një 50. Unë pretendoj për një not pak më larg këto. Do shtosh edhe një 10. Edhe 7. Edhe të bëjmë luftë për 7. Drejtoria arsimore rajonale e Fierit, pasi dëgjoi lajmin e transmetuar nga televizioni Agon Channel në emisionin Qathu, mori vendimin të pezulloj nga detyra e mësuesit zotin Petrit Memar. Falenderojmë median për denuncimin e akteve të tilla korruptive me nxënësit. Në emër të drejtorit të drejtorisë arsimore, garantojmë prindërit dhe nxënësit se do të jemi përherë në mbështetje të tyre, po ashtu do të jemi në mbrojtje të përhershme edhe për mësuesit e aftë, të cilët punojnë me devotshmëri në detyrën e tyre të përditshme. Unë e falenderoj edhe një herë drejtorinë arsimore për reagimin e saj, vënë në vend, por abia më e madhe është sinqerisht që kam pas një feedback ose një reagim të jashtëzakonshëm qytetit Fierit, ku të gjithë më thonë, në fakt ai profesori ishte një. Se ka të tjerë? Më ka marrë, nuk dua ta zbuloj, se i thash profesoresh, thash zysh do ta them këtë po pa emër. Po tha, thuaj po pa emër. Një pjesëtare e këshillit pedagogjik të shkollës janë Naq Kilica. Po. Që i kishte vajtur pedagogi, kishte thënë, të lutem, kam ti mbir. Po. Shikoj pak. Se nuk ishte për të ngelur. Më ka rënë nga mësimet. Shikoj pak dhe një notë më tepër se për atë drejt mesatare. Se tash ti jemi koshient, ka kështu gjërash. Mirë tha, me që njifemi, ty do të marrë 20.000 lekë, kishte thënë. Po, ja pas ka bërë ullje. I ka bërë ullje 30%. Atëherë, do të themi vetëm pas pak, nëse e lem të problem, do të themi vetëm pas pak për folur për ilaçet. Ilaçet në Shqipëri. Nga mi, ku ikin, si shiten dhe për qa shiten. Kemi infiltruar
në një rrjet kontrabandësh ilaçe. Një vlerë prej 300.000 eurosh që është në Shqipëri dhe është shpërndar pak nga pak në për farmaci. Ku të skaduara, ku pa paguar dogan? Në ndishni vetëm pas pak. Faleminderit. O zot që na kanë parë syt. O zot, o zot, o zot. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qathu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Qathu redaksia. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tube tona. Le t'i bim tube edhe për YouTube. Bjeri.